Fjala imam vjen për dy gërmave, një zanore, elif dhe m në Kur'an. Dhe kjo mëja është me përforcim elif m. Në gjuhën e Kur'anit nënës i thuhet në gjuhën hebreje i thuhet im. Mirë për në gjuhën arabisht shfaqet për nënën ka dhe shprehje tjera. Tregoni agenturës të vogël se dhe në gjuhën shqipe kemi fjalë Unë nuk jam molla e nis Roma. Unë jam Tim Shkupi dhe unë e mbroj se cilin shqiptar që e pranojnë imamin e shqiptarëve dhe shqiptarinë kanë si fe. Jemi një dhe jemi të pandar. Kurse ti si ignorant, që i ri, që une e kum ditë se ku këmbera, e kum ditë si këmbera në atë graskën, ku ta kum pregadit, unë ty me ra si agentur, si zëdhënës i shërbimeve, Sërbijës, midis Kosovës. Unë me qenë vend Albin Kurti, ti nuk ti vesdoj, ti dëbëjnë Beograd. E sheh se molla e nis Roma ti nuk merë mbrojtje që shë marrën në mbrojtje alja, metin dhe se cilin shqiptar që thot shqiptaria është fejt.